Gjatë muajit të parë të vitit 2026, numri vizitorëve që u akomodua në strukturat akomoduese në Shqipëri shënoi një rritje të ndjeshme prej 15.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky trend tregon se edhe në muajin e janarit, kur nuk konsiderohet sezon turistik i lartë, turizmi në vend vazhdon të regjistrojë fluks pozitiv vizitorësh. Të dhënat e Instat tregojnë se vizitorët rezident kanë shënuar një rritje prej 16.8%, ndërsa vizitorët jo rezident u rritën me 13.8%. Një faktor i mundshëm që ndikoi në këtë trend është prezenca e emigrantëve që vizituan vendin gjatë festave, të cilët përveç takimeve familjare mund të kenë zgjedhur edhe të bëjnë pushime. Sa i përket netqëndrimeve, ato gjithashtu shënuan një rritje të përgjithshme prej 9%. Në detaje, netqëndrimet e vizitorëve rezident u rritën me 16.4%, ndërsa vizitorët jo rezident regjistruan një rritje më modeste prej 4.3%. Analiza rajonale tregon se qendra e vendit vazhdon të jetë destinacioni më i frekuentuar nga vizitorët, e ndjekur nga veriu, ndërsa jugu ka numrin më të ulët të tyre. Edhe zonat jo bregdetare kanë tërhequr një numër të konsiderueshëm vizitorësh, duke sugjeruar një diversifikim të interesit turistik dhe zhvillimin e turizmit brenda vendit. Për sa i përket vizitorëve të huaj, Italia dominon me pjesëmarrjen më të madhe duke përbërë 25% të totalit, e ndjekur nga Kosova me 14%, Gjermania kontriboi me 6%, ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca sollën respektivisht 5 dhe 4% të vizitorëve të huaj. Kjo tregon se Shqipëria vazhdon të mbetet një destinacion atraktiv për vendet fshinje dhe europiane, madje edhe jashtë sezonit të verës. Në aspektin e performancës në hotele, norma e shfrytëzimit të dhomave arriti në 15.4%, një rritje nga 14.5% që ishte në janarin e vitit 2025. Ky tregues tregon një zhvillim gradual të turizmit, duke reflektuar një interes më të qëndrueshëm të vizitorëve për të qëndruar në hotele, edhe në periudha jashtë sezonit të madh turistik.